Bismillahirrahmanirrahim. Përshkruhet një tregim nga Ali Tantavi, dietari i njohur dhe autori shumë librave, se i ka pyet studentët e tij një herë, duke i thënë, nëse një i huaj vjen dhe ju thot se ç'është Islami dhe ai posedon vetëm një orë kohë, duhet t'ia sqaroni brenda një ore, a do të mundeni që atij t'ia sqaroni brenda një ore? Të gjithë studentët pothuajse ju përgjigjen se është e pamundur që brenda një ore të spjegohet tërësia e Islamit. Ky tregim, ky rast ka ndodhur para një gjysmë shekulli. Dhe natyrisht ishte shkaku që ky dietar e shkrua edhe librin për mbledhje e fesë e përgjithshme e fesë islame, për m'ia përshkruar fenë islame brenda një kohe të shkurtë atyre që kanë dëshirë dhe atyre që kanë nevojë brenda një kohe të shkurtë. Kur flasim për këtë detaj është para një gjysmë shekulli përafërsisht. Po kur jemi ne në këtë kohën tonë dinamike, natyrisht se shumë njerëz nuk munden ndoshta mi nda dhe 5 minuta për ju që të ndëgjojnë për atë se çfarë ti ke më thënë. Andaj, kjo gjendje ju ka paraqit edhe Muhamedit a.s. ku përshkruhet se një njeri ka shku tek Muhamedi a.s. dhe i ka thënë, ja Rasulullah, auseni wa aujiz. O i dërguari i Allahut, më këshillo, por shkurt. Të shohim çka e ka këshilluar Muhamedi a.s. këtë njeri. Kur ju bë Muhamedit a.s. kjo pyetje, e dim se Muhamedi a.s. me njohuritë e tij dhe me diturinë e tij dinte që çdo njeriu t'ju përgjigjej ashtu siç ai donte dhe çfarë dëshironte. Andaj edhe përgjigjja ndaj këtij personi ishte me 4 porosi shumë të mira. Muhamedi a.s. i tha, alejke bil yas mimma fi aydin nas. Largohu nga ajo që e posedojnë të tjerët. Që do me thonë se njeriu duhet të fokusohet tek pasuria e tij, që ta kultivoj atë, ta zhvilloj atë, ta investoj atë, dhe natyrisht të betet brenda dëshirës së tij dhe synimeve të tij. Të dytën porosia tha, wa iyyaka wat-tama fa innahu el-faqru l-hadir, dhe ti mos shpreson në atë pasuri të atyre njerëzve, sepse nëse ti shpreson në të, natyrisht kjo është varfënia e vërtetë. Këto dy detaje janë që kanë drejtu nga Muhamedi a.s. në aspektin material dhe financiar, që ne duhet të fokusohem në atë çka është e mirë për neve, për synimet tona, për dëshirat tona, dhe në momentin kur shikojmë të tjerët dhe mundohem të marrim atë çka ata të tjerët kanë, natyrisht se ne do të mbetemi të varfër gjithmonë, sepse çdo herë do të del dikush që ka edhe më shumë se sa ajo që ne kemi arrit. Ndërsa porosia e tretë tha, wa salli salatak wa anta muwaddi, dhe fale namazin duke qenë namazi i fundit, duke konsideruar që është namazi i fundit për ty. Namaz lamtomerës. Muhamedi a.s. ka përmend pikërisht namazin sepse është përditshmëri e jona. Dhe njeriu në gjërat e përditshme që i bën, natyrisht se mund të arrijë deri tek një rutinë që nuk ka edhe shije dhe shpirt gjatë asaj punës. Kur në namazin që kemi të përditshëm, jemi prej atyre që e kryejmë në formën më të mirë, natyrisht se ne duhet ta kryejmë edhe punën në formën më të mirë, edhe vizitat kur i bëjmë në formën më të mirë, sikur të jenë veprimet tona të fundit, ashtu duhet të mundohemi të kryejmë. Porosia e katërt, Muhamedi a.s. i thot këtij njeriu, wa iyyaka mimma yu'tadharu min. Dhe ki kujdes nga ajo që duhet me kërku falje. Çdo veprim që e bëjmë ne që duhet me kërku falje, natyrisht se është e ligë prej neve dhe duhet ta bëjmë. Edhe nëse vanohemi në orarin e punës, edhe nëse flasim diçka që nuk duhet dhe duhet me kërku falje, natyrisht gjëra të tilla çka pastaj detyrohemi me kërku falje, Muhamedi a.s. po i thot këtij njeriu dhe gjithë neve që mos e vepro. Andaj nuk është rastësi që
dietarët e kanë konsideru këtë si këshill e art nga Muhamedi a.s. Ajo që ka mbetet nga ne, që më përgjigj edhe fjalës së Allahu xhaleshanu që ka thënë walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Sikur ata të vepronin atë çka këshillohen, do të jetë më mirë për ta dhe më e sigurt në rrugëtimin e tyre. E lutim Allahun xhaleshanu që të na bëj të fortë në rrugtimin ton, sigurisht dhe sidomos gjatë këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit. Zoti ju pranoj çdo lutje dhe adhurim. Zoti ju dhashtë mirësi dhe mbarësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.